Do me thonë, zonja Iqbali sot na ka tregu që është drejt politikës. Po, shëndetësia. Bile kena pa plot reagime. Isha vajza ime ka qenë smut për zorçore 3 ditë, edhe kur kom hiun në spital, çaq bukur, çaq pastër, çdo pacient e kishte te koka ato aparaturat e shtrejta. Po për çka isha ajo video diçka ke postu? Pa drejtësi më kanë bë KQZ-ja edhe plus policia më kanë dhënë 450 euro dënim edhe nesër kom ndërmend me shku te inspektoriati i policisë. Edhe kur kom hinë në spital... Pse të dënuan zonja Auditi? Sepse nuk i dhanë të drejtë vajzës teme, krejt pacientat ishin aty, edhe ata të gjithë për 30 sekonda, edhe më konë njeri të vdek, tak, e boni e caktoj votën e vetë. Po pse të dënuan 450 euro? Po, sepse vajza ime ka qenë me urgjencë të dilën, ndërsa në spital janë regjistru veç pacientat e të premtës. Edhe nda e pyetën KQZ-s, vajza eme po donë me votu. Ata kanë thonë, kalo. Sepse edhe ato që kanë shku në ginekologji, kalun. Vajza ime se ka dhënë votën. Edhe unë e mandej, e thira policin në pëndim, ata merdhen me maristu. Në realitet, hajde tha na pushkojmë stacion, me dhënë deklaratën. O zotri, unë se kum prish procesin e zgjedhjeve. Unë po e kërkoj drejtën teme, edhe pasaj ata merdhen njerë 3, njerë 10, më kapi fobia e policëve se e kam. Edhe më shkoj gjaku 180, edhe unë e sun votova, edhe vajza, edhe unë e usmuna, vajza meti as këndej, edhe thash, shikoni, thash, polici më preki për krahu, unë e i di regullat, thash, mos më prek, të kanë 2 police, mos më prek, unë e mundi, jo tishë tash nuk mundi, edhe tha duhet me arë pa tjetër në stacion. Unë e frape mora ula midis koridorit, edhe thash që kjo Iqbalja, me kom të veta nuk shkon stacion police. 2 padrejtësi, ti janë kohësh, ti kërkon dim, ata të akuzojnë, e ke prish rendin. Në gjatë procesit votimit, apo qka? Në ditën e zgjedhjeve. Në ditën e Kjo ka qenë për cjellse e vajzës saj në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në spital. Edhe sun mundë me votu, unë kom shko me votu 15 minuta para se me më kalu afati, shkova atje komisire të pyta, thash shështu që shtu vajza e në juaj, për orës 7 dhe në ora 7, po ke pas mundësim me votu. Po s'kum pas e unë usmuna 180 në mëngjes. Jo, po në mëngjes isha me vajzën. Nuk dua të gjeja shëtimin. Kjo është tjetër temë se na ndroj tema. Ti ishin shumë mirë. Por vajza jeme u majt me qetësues, 3 ditë rresht u majt me qetësues, nuk u shëru, për ashtu i tha, mam, kjo është për shkak tandin, unë po vuj. Se tha e ngrit e zonin për drejtësi, që tha unë po vuj. Mande doktori tha, e kam unë edhe ato privat. Pse? Albini ka bo konkurencë mjekve. Në spitalet e bukra, si private, si në Gjermanit, pastrat, mira, të renovume, me aparatura, mjekt këshyrin prap që shme qu në stendën me bo 4.000 euro, e jo me bo stendën në spital që shë bëjnë me 1.000 euro. Edhe vajza tha, qërë mam, tha, ti e ke lyp drejtën tënde, une nuk shërova. Tha, në spitalet private të Kosovës nuk shkoj, tha. Nuk shkoj, tha, me di se shkoj, tha, në Macedoni, e në Shqipni, e në Sërbin që se ka nevoj, tha, edhe lasht me qatë dhimbje. Veç po duhet mi mdhet paret. Spitali Amerikan 4.000 euro. Po, nejse, mës t'i përmendim to. A tjetëri 3.000, ky 2.000. A në spital, 1.50 euro. Po, jemi krejt në fond, zotri.